Valoni u konë si tip që s'ka pas qef meshkujt me lu femna, qashtu. Edhe jem konë unë aj që ja kum thyje këtë farë mendje. Është një si me thonë tash në futbolla më mirë Real e Barcelona, apo kupton? Çka kisha bë diçka tjetër për me fitu parë, po mënoj me nuk e di. Për bis nuk e kisha se ku menu në herë dhe nuk e di çka kisha bë diçka tjetër. Unë prall me Tupan kom fatin që kom qenë në atë emision, në atë projekt mall, unë edhe shumë kolegë të mi që fol projektit prall me Tupan ka qenë derë shumë e madhe. Edhe unë me Shëngyli Ismailin, shoqen time, kum bë shumë role me Sofien. Po para me bë këtë rol, unë e Sofien e kum bë veç me Shëngyllin. Domethënë na bëj shumë skeqe, po unë me Shëngyllin e kum bë Sofin, unë kafe, unë gjatë prova, sa na vaj myt këtu kesh. Edhe pi tregon Valonit që atë noni është lu një gru shumë të mirë. Po më shti me kesh. Valoni u konë si tip që s'ka pas qef meshkujt me lu femna, qashtu. Edhe jem konë unë aj që ja kum thyje këtë farë mendje. Këtë farë miti. Po, këtë farë miti, pa lidhje. Edhe kum thonë, e kum rej për qëta, për t'kallëzhet. E pa ta rej për qëta. Edhe ma zënej, profesori e Krem Kryziu më tha Adnan, dilën s'kenë se ishëm prova, po dal. Edhe po më tha, t'luj që atë grunë që bën me Shëngyllin? E thash, edhe këshyra Shëngyllin dhe me ka me të vra. E thash, prof, jo bre se e boj veç për relax, a bëtin se... Jo. Ka luje më shumë shërdo. Okej, hyna e lujta i pilqej profes, shumë tha, tin këtë javë nuk e bën në rolin Aslanit, për e bën Sofin. Mosafir kanë qenë vëllezër të Mziu, edhe unë e lujsha si nona e tyne. Edhe tu kallëzu se qysh i kum rrit këta me mund, qysh a kum blesintin me shamin, me oja. U kon një pitekësve shumë të mira, edhe për 2 herë që kum dal, Sofin e kum bë, ka marrë shpejt jehon, ashtu, ka dhezë, që po thojmë na. Po. Edhe prej atëherë Sofin si rol e du shumë, boj me shpirt jove Sofin, po i boj edhe role tjera, po Sofin është ta që e boj pak më shpesh, edhe boj edhe në para hengje, edhe në për këto koncertet, e pak mu ka pik, mu ka bo pak ma. Tu ka bo si me pas që të me veti. Po jo e që tu si motër shtu ka. Ku je i vi. Që e i mëtër. Ti e përmendë dhe vetë, që për një me kështu, me këqyrë si teori, burrat nuk na i lojnë me lujtë rolin e grus. Nuk na edhe e kena na si shqiptar këta si tradit. E unë po të më të pyet, a u konë si roli paragjykuar për ty ose ai paragjyku ti si person, për shembull. Pavarësisht që e kanë dashur, ju ka pëlqyer e krejt, po prap me pa një burr të e bëni gru, se na mësu. Po, fakt Sevdai është ai i pari që ka luajtur si me një rol, Sevdai Radogoshi. Është edhe Osmani më dhone, është aftësi me bën një rol të fuqishëm të grus, edhe shumica publikut kanë erë me menu edhe që je qaj jo personin fjalë që e lun. Paragjykime kam edhe me Adnanin. Apo kupton? Domethënë unë e qita një foto, isha me një bazen e mbor. Hajt, tu kesh me një shok kush është Ronaldo me qitë mbor pe qesedhona. Abden e tu nguz që të e qita, edhe më shkrujti njani. Efekti e kish kohë të 3 pika dhe me ka bëten efekti. Shka me thonë atë ideali? Abden, domethënë njerëzit paragjykojnë se ti delën televizor. Ti të shohin si fytyrë publike dhe të paragjykojnë në çdo aspekt. Po kur nuk i ku marr nga zemra, se aty që thënë femrat unë e di kush jam. E din edhe ti kush je. Unë e di kush jam. Kështu që jo, nuk paragjykona se jam pa ja gjetur me kon shumë krenar ose i lumtur për punën që kem rri me bën një rol me dasht mos thom 1 milion shqiptar, po Bajagi do shumë shqiptar, edhe është aftësi me lujt një rol edhe mu tjetër su mu bo komplet dikush tjetër, kështu që për mu është shumë knatësi. Ti e përmend edhe vetë që rolin e grus nuk është që e bën veç ti, e bën edhe dikush tjetër. Tash unë do më të pyet se e lun edhe Osman Azemi ose ç'na e njohim ti ta Gjyli. A të duket që ti e lun më mirë a Osmani më mirë? Po tash karakteret janë ndryshme, ndryshojnë me vit, ai është më e re në rol, unë jam më e vjetër në rol. Ai ka bukuritë vetë, është një si me thonë tash në futboll më mirë Real e Barcelona, apo kupton? Domethënë ai ka një taktik komplet ndryshe, ka një taktik komplet ndryshe. Ai në dy atë mira po. Apo domethënë nuk më thonë unë më mirë ose më keq, se problemi është që shoqër për këtë punë vendos publika. Apo nuk vendosim as unë as Osmani se telefoni. Po vajla, është tani, është pjesë e jetës edhe kë. Kështu që i mirë është edhe Osmani, është i mirë shumë, përderisa ka gjithë atë publik është shumë i mirë, e dojnë edhe njerëzit që i kam edhe në shtëpi edhe kështu, domethënë besoj që të njëjtin san edhe rolin tam e dojnë edhe në familjen e tij ku janë, kështu që unë jam shumë, unë e xhelozoj njerëzit aktorët ose njerëzit që i kam të fortë në vendin tam,
ata kishin mujt me kon dikun tjetër. Unë domethënë i admiroj që janë tontit. I kena vendin tonë, se sa më shumë e pas njerëz të mirë, qaq më shumë jemi gjithë mirë. A keni menuar herë me punë bashkëpunim? Unë mendoj që nëse ju dy kishit bashkëpunuar shkuflja. S'po di. Tash ai ka një stil të jetës ndryshe që është bën humor. Unë kam komplet një diçka ndryshe. Për publikun unë kom pas me bën një sofër me kong, unë me Osmanin e me Sevdain, me si ide kështu, shkruaj me bile kam si skenar. Sonë nuk që thonë politikon nuk kam vijat kuqe me kërkon. So domethënë kam gjithë me dikon veç gjithë me Sevdain e kam me Osmanin për shembull kam një çapo bën, nuk kam më shumë për arsye se s'na ka ro, apo kupton. Po e llogaritë që jemi mirë, kemi mirë me njëri tjetrin për arsye se s'kena nevojë me pas keq, apo kupton, se edhe ai është i mirë edhe vetë jam i mirë, kështu që do të mirë veç do të më jes përpara. Po pse jo, në tarmën nuk i dihet, ndoshta edhe bëjmë diçka bashkë, pse jo. Çka kish mujt me dalë diçka prej juve dyve? Po kish mujt ndoshta me pasën e motër edhe me gjetë mas sovjete, ndoshta. Okej, domethënë, s'është se pas këtë menu pak, se më një herë tard. Me thonë që me pasën. Unë vetë kam këtë mendurit që më vjen më një herë. Për një me a? Po dhe unë edhe nifnas që improvizoj. Qaty. Qaty. Bile je qaty, po qaty për qaty. Qaty për qaty. Të po, fix. A e vren kështu ndonjë farë dallimi kur dal në qytet, për shembull, ose komentet, reagimet të qytetarëve, ose atë ndodh në herë me thirr në kozhoj Sofi? Po, më kjo është shumë normale. Jam jashtë tash që mbodë vite karrierë edhe ka një herë nuk i dëgjon. Apo se nuk e kimo ata të rinis që me thonë hem foli qaj, wow, une, s'tash t'je një vetën, nuk e kimo atë emocion në sane, po normal, e kemi përgjithsi ata që në thrasin bile mi abo me dorë dhe më ju kesh, por aset më të mëla janë kur vinë edhe me telefon edhe mi auru dikuj ditë lindjen, për shembull, më kam po në shesha dikun, a bën mi auru ditë lindjen, ku di, qikës daj, sa grusa, vllota dikuj edhe po. Adim pse jo. Në kuna e auron ma let, a qika vdojve, a grave, për shembull çush e auron gruz dikuj në ditëlindje. Po tash, ai kur thet mi auru grusën, s'më mi auru me Adnan, sa ai po dihet që për me Sofin, apo në normal unë mënula me Sofi me ja, edhe pse është e ran kur ti në teshat Adnanit me ja, po e bëj dyqysh, atë nuk është në fare. Kështu që nxirrësh. Jo, patjetër që shona çat punë e bëjmë na nuk. Po, s'muna na me bë diçka tjetër. Ashtu çare. Me edhe mënëm me ka nevoja. Po. Çka kishe bë tjetër nëse s'ishe qenë aktor? Kështu adaptona shpejt. Po çka kisha bë diçka tjetër për me fitu parë, po mënoj me nuk e di. Për bis nuk e kisha se ku menu në herë edhe nuk e di çka kisha bë diçka tjetër. Domethënë ishe mit pa ndaj profesion. Vallai ndoshta edhe po. Se më thonë dikush tash hajde dërtim të harib. S'kisha zdi, a vëdhe në kisha rreziku vetën edhe shokun që përnej me ta, se ishe mërzu dytë. Ati se zdi me s'kisha ditë kur që. Po më dukesh njëri i parë prej këtyre fytyrave publike ose këta që janë aktor, këngëtar, që nuk kanë menu me pas një profesion tjetër. Gjithkohë kisha bu berber ose isha bu kështu, isha bu ashtu, ti s'pas ke pas një sen tjetër. Tash unë këtu sa me të rajtë në emision më thonë diçka, po për bes nuk e di, më me qelaj biznis diçka, po me thonë unë e punoj, si me thonë punoj tavolina, vallai jo të raj se s'di. Nuk di me edhe po dhe s'është, domethënë unë nuk punoj pa dashni, apo den, që të punë kam, që të punë mënuna me bë me dashnin më të madhe dhe nëse i kemi edhe do kohë, kështu që s'na bjen me punu diçka tjetër.